Stadiumi Elbasan Arena është bërë epiqendra e atletikës shqiptare teksa ka nisur zyrtarisht kampionati 87 kombëtar, një ngjarje e rëndësishme sportive që mbledh sportistët më të mirë nga e gjithë Shqipëria. Vllaznia në rivalitet me 11 skuadra pjesëmarrëse nga qytete të ndryshme me një total prej 116 atletësh, 70 meshkuj dhe 46 femra do të garojnë në të gjitha disiplinat e atletikës. Sprint, gara me pengesa, gara të mesme dhe të gjata, kërcime, hedhje dhe stafeta. I pari që ka konkuruar nga vllaznia në ditën e parë të aktivitetit ka qenë Leandro Çardaku, i cili në vrapimin 100 metra u rënditi pari me 10.80 sekonda. Në vijim për garën e 400 metrave, atleti tjetër shkodran Franco Buraj dominoi me kohën 46.46 sekonda, duke fituar vendin e parë. Një tjetër atlet shkodran u ngjit në podiumin e fituesit individual. Ai është Sidrit Kopliku, i cili në garën e distancave mesatare e të gjata në 800 metra regjistroi kohën më të mirë. Vllaznia spikati edhe në stafetën 4x100 metra për meshkuj, duke fituar vendin e parë, ndërsa në këtë disiplinë për femra ishte Tirana e para. Dita e parë e kampionatit do të rezervonte edhe 2 vende të tjera të para nga ekipi i vllaznisë. Fillimisht ishte Mohamed Çengeli, i cili në garën e kërcimit së gjatë regjistroi një kërcim prej 7.37 metra, ndërsa Erisa Rasa, po e vllaznisë, arriti 5.20 metra, duke qenë edhe ajo e para në këtë disiplinë. Me këtë ecuri të suksesshme, vllaznia ka hedhur një hap të sigurt për fitoren e titullit kampion për të rritur, ku duke i shtuar edhe pikëzimin e ditës së dytë, ka si objektiv të kthehet në Shkodër me trofeun e vendit të parë, që për nga radha është i 29-ti.